Në Kosovë, autoritetet thonë se gjatë vitit që kaloi kanë arrestuar 33 persona si pjesë e luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm. Ato mohojnë të ketë patur raste të reja të përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat në lindjen e mesme apo kthim të luftëtarëve që ndodhen në ato zona. Ekspertët e sigurisë tërheqin vëmendjen te fakti se grupi militant Shteti Islamik po ndryshon taktikat e veprimit pas humbjeve që po pëson në lindjen e mesme. Ndërkaq ministri i brendshëm i Kosovës, Skënder Hyseni, tha në një intervistë me Zërin Amerikës se autoritetet janë përqendruar te rrezikshmëria e të ashtu quajturve ujqër të vetmuar. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Gjatë vitit që lan pas, autoritetet në Kosovë kanë arrestuar 33 persona në kuadër të operacioneve për parandalimin e përfshirjes së qytetarëve të saj në luftrat në lindjen e mesme. Shifrat e Ministrisë së Brendshme flasin për 30 kallëzime penale ndaj 78 individëve dhe 32 bastisje në pjesë të ndryshme të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni tha Zërit Amerikës se veprimet e autoriteteve kanë bërë që të ndërpritën pothuajse në tërësi shkuarja e qytetarëve të Kosovës në luftën e Sirisë. Dhe po bëhet gati një vit që nuk kemi raste të regjistruar. Po e theksoj të regjistruara sepse mund të ketë raste që kanë shfrytzuar rrugë dytësore të treta për të shkuar në Siri, që ne nuk i dim nga Kosova. Mirë po, ai numër edhe nëse ka ndonjë është shumë i vogël, që të mos them i papërfillshëm. Për ekspertët e çështjes thonë se derisa grupi militant Shteti Islamik po humb territore në lindjen e mesme, ai mund të provojë përshtatje të taktikave të reja për sulme në perëndim. Ministri Hyseni thotë se krahas forcimit të luftës kundër ekstremizmit po ndodh edhe ndryshimi i rrugëve të radikalizmit dhe jetësimit të sulmeve në botë. Tashti ka dalë ky fenomeni i ujqërve të vetmuar, siç po quhen, lonely wolves. Njerëz të ekstremizuar, të radikalizuar skajshmërisht, po që nuk janë të organizuar ose të lidhur në ndonjë grup. Dhe ne, si polici dhe Ministri i Punëve të Brendshme, tashti e kemi fokusuar edhe këtë fenomen. Që të mos zihemi në befasi dhe të mos na ndodhë larg qoftë që ai ose ajo, ndonjë ekstremist i dhunshëm, të hedhë vetën në ajër dhe ndonjë qytetar të pafajshëm. Do me thënë, evoluan lufta kundër ekstremizmit dhe terrorizmit, po të njëjtën kohë evoluan edhe mënyra e radikalizmit dhe akteve, zbatimit të akteve terroriste. Në fillim të muajit nëntor, policia e Kosovës tha se në një varg operacionesh janë arrestuar 19 persona në ndyshimet për lidhje me grupin militant Shteti Islamik dhe planifikim sulmesh në Kosovë dhe në rajon. Policia tha se arrestimet parandaluan sulme terroriste në ndeshjen e futbollit ndërmjet Shqipërisë dhe Izraelit që duhej të zhvillohej në Shkodër e më pas u zhvendos në qytetin e Elbasanit. Sipas autoriteteve, persona të caktuara ishin në kontakt me të dyshuarin Lavdrim Muhaxheri, nga i cili merrnin udhëzime në përgatitje dhe kryerjen e sulmeve terroriste në rajonin e Ballkanit. Lavdrim Muhaxheri u bë njohur në korrik të vitit 2014 pasi që postoi në Facebook fotografi grafike të veprimeve të tij. Në dhjetor, mediat italiane shkruan se ai kishte qëndruar në Kosovë, por kjo mohua nga autoritetet në Prishtinë. Më lejoni të them që në start që janë spekulime këto, spekulime absolutisht mediale që ai zotriu për cilin po flisni është në Kosovë, nuk është, do ta mirëprisni. Sido që tjetë, unë nuk do të lëshohem më shumë detaje për hir të integritetit të hetimeve që janë në vijim, sepse kemi 17 të arrestuar që janë duke u intervistuar, duke u marrë në pyetje. Është një proces pra prokurorial dhe gjyqësor që do të zhvillohet. Autoritetet hodhën poshtë krimet që flasin për qindra luftëtar të kthyer nga Siria gjatë vjeshtës së vitit që lan pas. Duhet bëjmë çmos si shtet që ta parandalojmë një përpjekje që është përpjekje dëshpëruese për të stigmatizuar shqiptarët si element ekstremist. Edhe nuk guxojmë ne asesi që ti kontribuojmë asaj përpjekje që vjen qoftë nga Serbia, qoftë nga Rusia, qoftë nga anë të ndryshme kundërshtarët pavarësisë të Kosovës, për të shenjuar shqiptarët si popull që ka prirje radikaliste ose islamiste, sepse është e kundërta, shqiptarët janë e kundërta e asaj.
Shqiptarët shuhen për tolerancë fetare, për mirëkuptim dhe harmoni ndërfetare. Jemi popull që u përkasim 4-5 konfesioneve. Që nga viti 2012, rreth 317 qytetarë të Kosovës besohet se janë përfshirë në konfliktet në lindjen e mesme. Mirë, për kokë banori, Kosova ka dhënë numër të madh të luftarëve të huaj. Mirë, po në të njëjtën kohë, për kokë muslimanësh, Franca e Belgjika kanë dhënë më shumë se sa Kosova. Shifrat e përafërta zyrtare flasin se në lindjen e mesme dhe mëtej ndodhen 140 veta nga Kosova, nga të cilët 75 lutetarë dhe 38 gra e 27 fëmijë. 2 vjet më parë, policia filloi hetimet kundër 237 vetave për pjesëmarrje në luftë, nxitje dhe rekrutim të lutetarëve të huaj dhe mbi 127 veta janë arrestuar. Sipas autoriteteve, 117 veta janë kthyer në Kosovë dhe deri tash rreth 40 janë dënuar nga gjykatat. Instituti për Ekonomi dhe Paqe në indeksin global të terrorizmit për vitin 2016 ka radhitur Kosovën në vendin e 70, ndërsa Shqipërinë në vendin e 92 të listës së vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu.